AIDA, Agjencia Shqiptare për Investimet e Huaja, organizoi në Tiranë eventin më të madh të vitit për biznesin, ku morën pjesë rreth 1000 sipërmarrës nga 37 vende të ndryshme të botës. Kryeministri Edi Rama i ftoi investitorët e huaj të nxitojnë të investojnë në Shqipëri, pasi më vonë do të jetë krejtësisht e pamundur. Është koha për të blerë qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të jetë vonë, nesër të gjithë do të duan të vinë, të gjithë do të duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Kështu që çfarëdo që doni të blini, blijeni tani. Çfarëdo që doni të bëni, bëjeni tani. Sado të doni që të bëni fitime, bëjeni tani sepse është një moment në kohën kur Shqipëria nis të lulëzojë dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme. Kjo platformë për të mundësuar investitorët potencial të shtrinë aktivitetin e tyre në vend, synon gjithashtu edhe në krijimin e partneriteteve të reja, të cilat do të japin zhvillim për ekonominë. Kryeministri Edi Rama tha se koha është tani, pasi vendi ende nuk është eksploruar plotësisht. Sipas tij, paketa e maleve ofron një mundësi të shkëlqyer investimi.